kemi përmendur prej veçorive të shenjave të mëdha të kiametit është se janë gjërat jashtëzakonshme që dalin nga natyra e gjërave të kësaj bote. Nuk janë domethënë në ligjet e fizikës apo në ligjet që Allahu i ka vendosur tek krijesat, po i thënë këto ligje. Këto janë karakteristike shenjave të mëdha të kiametit. Prej tyre është edhe kjo që do ta sqarojmë sot, apo kafsha e cila do të del, një kafshë e çuditshme e cila do t'ju flas njerëzve. Domethënë para kiametit, afër, siç do ta përmendim, afër lindjes së diellit nga perëndimi, është një kafshë e cila do të del dhe do t'ju flas njerëzve. Argumentet për këtë shenjë të kiametit janë të shumta, nga Kurani famlart, po edhe nga hadithet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allah subhanahu wa taala në surën Naml ajeti 82: "Wa idha waqa al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabatan min al-ard tukallimuhum inna an-nasa kanu biayatina la yuqinun." Thot Allahu i lartësuar, kur të arrijë momenti që fjala e dënimit ti kaploj ata, më thonë kur Allah do të urdhrojë që të dënohen njerëzit me zbritjen e kataklizmës së ditës së gjykimit, apo me fillimin e shkatrimit kësaj bote dhe ndodhinë e kiametit, atëherë thot Allahu akhrajna lahum dabatan min al-ard, do t'u nxjerrim një kafshë prej toke, tukellimuhum, e cila do t'ju flas njerëzve. Kafshë e cila flet, nuk është diçka e zakontë për neve, se ne nuk mund të bisedojmë me kafshët, nuk mund të flasim me kafshët. Pra edhe kjo është prej shenjave që dalin prej gjërave normale të kësaj bote. Pse do të ndodh kjo? Inna nase kanu biayatina la yuqinun, për shkak se njerëzit në atë moment do të jenë prej atyre që nuk janë të bindur në argumentet e Allahut subhanahu wa taala, do të jenë qafira, do të jenë të dalur prej feje. Pra shumica e njerëzve. Dietarët e tefsirit kur thonë pse Allahu shprehet, për shembull, do t'i godas fjala e dënimit, pse shprehet në këtë formë? Thonë sepse njerëzit do të obligohen që të dënohen, për shkak se do të vazhdojnë në mëkate, në kufër, në zullum, do të largohen nga ajetet e Allahut, nga argumentet e Allahut, do të arrijnë çat shkallë që mo këshilla nuk ju bën dobi. Porosit, fjalët këshillat e Allahut subhanahu wa taala nuk do t'ju bojnë dobi. Dhe Allahu e din kur një njeriu nuk i bën dobi këshilla mo. Dhe në përgjithësi njerëzit në botë do të arrijnë këtë shkallë, kur këshillat dhe argumentet e Allahut subhanahu wa taala nuk do t'ju bojnë dobi. Për këtë shkak Allah subhanahu wa taala do të urdhrojë që të dënohen, pra që të dënohen njerëzit. Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu thot: "Waqa al-qawl yakun bi mautil ulama wa dhihabil ilm wa raf'il Quran." Abdullah ibn Mas'udi thot kur do të vi dënimi? Thot dënimi do të vi kur do të vdesin ulemat. Nuk ka më dietar. Njerëzit nuk merren me diturinë fetare. Do të vdesin, kanë vdek ato që kanë qenë dhe mo njerëzit do ta lënë diturinë fetare. O dhihabul ilm, dhe në këtë formë shkon edhe dituria. Nuk ka dietar, s'ka dhe kush ta shpërndaj diturinë. Sepse dituria në realitet është diçka e gjallë. Mund të ketë faktikisht në këtë kohë ka shumë më shumë ndoshta informata të ruajtura në përmjete, në për libra, se sa që ka pas më herët. Mirë po dituria është e pakt. Dituria e vërtet është e pakt. Pse nuk është realitet prezent në mesin e njerëzve. Po është diçka në libër, për shembull të raftet krejt mund t'i mbushim me libra, me miliona informata, miliarda. Mirë po nëse nuk e merr një njeri të hapat librin, të lexoj, pastaj të shkoj, të hulumtoj, të praktikoj atë që e ka lexuar aty, faktikisht dituria nuk ekziston. Për këtë shkak thot Abdullah ibn Mas'udi, dituria do të ndodhë në këtë formë. Do të vdesin dietarët, do të ngritet dituria dhe do të ngritet Kurani. Për dallim prej diturive tjera, Kurani famlart, i cili është fjala e Allahut subhanahu wa taala, me të vërtetë do të fshihet prej mushafave. Kur do ta lënë njerëzit pas shpine, do t'i komplet do të largohen prej tij, Allahu si nder për fjalën e tij do ta fshi prej librave. Më thonë nuk do të ekzistojë më as në formë të shkruar.
Edhe kur do të vi koha që të ndahen besimtarët dhe qafirat, si që ta përmendim prej punëve që do t'i bëj kjo kafsh, përveç tërheqjes së vërejtjes është edhe ajo se do t'i klasifikoj njerëzit, besimtar dhe jo besimtar. Kur do të vi kjo kohë, Allah do t'a ngrit Kur'anin edhe prej memorjes, prej gjoksave, prej mendjeve të njerëzve. Sepse mo punët nuk bëjnë dobi. Lind dielli ka perëndimi, mo ndalet. Dhe njerëzit janë qatë gjendje që kanë qenë deri atëherë. Mo nuk ka dobi as pendimi e as nuk kërkohen punët e mira. Për këtë shkak, Abdullah ibn Mesudi pasi që e përmendi këtë se si do të ngritet dituria dhe kur do të ndodhë dënimi, thot ekthiru tilawat el Kur'an. Thot për këtë shkak shtojeni leximin e Kur'anit famlart kable e njurfa, para se të ngritet, pra para se të ngritet ky nimet prej nimeteve të Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se Kurani famlart faktikisht është dhunti për neve. Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për neve, as për njerëzit, për asnjërin. Ai nga mëshira e tij e ka zbrit librin e tij, i cili është pra udhërrëfyes në këtë botë. Për këtë shkak kur njerëzit do t'ja kthejnë shpinën, Allah do ta ngrit. Sepse s'ka nevojë për njerëzit dhe nuk i detyron me dhunë që të kthehen tek libri i atij, sepse Allah subhanahu wa taala njerëzve u ka dhënë liri të zgjedhjes. Kjo është argumenti nga Kurani famlar për këtë kafsh e cila do të del në tokë dhe do t'i këshilloj njerëzit. Sa i përket argumenteve nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato janë të shumta. Hadithet sakta të transmetuara nga Buhariu, Muslimi dhe imamat të tjerë, të cilat janë të shumta dhe të cilat të gjitha ato e kanë të njëjtin, pra mesazhi ajo është lajmërimi për daljen e kësaj kafshe. Hadithi i parë që do ta përmendim është hadithi që transmeton Imam Muslimi nga Ebu Hurera radiallahu anhu, i cili thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Thalathun idha kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." Tre gjëra thot kur do të dalin, do të shfaqen tek njerëzit, mo nuk do të bëj dobi imani. Nëse deri në atë moment njeriu nuk ka qenë besimtar, mo nuk i bën dobi. Ai kur do ta shohë do të pendohet mirë, po nuk vlen mo. Kalon afati i pendimit. Tre gjëra. Kur e përmendëm te lindja e diellit nga perëndimi, e përmendëm se njëra prej tyre është lindja e diellit nga perëndimi. Kur do të lind dielli nga perëndimi, do ta shohin njerëzit çudi. Do të çuditen pra, do ndodhe kundërta nga çka ndodh deri atëherë. Në atë moment mos pranohet pendimi. Përveç kësaj, thot pejgamberi alayhis salam, po ashtu edhe kur del Dejjalli dhe kafsha prej toke. Do të thonë edhe në këtë moment problemi është ai që s'ka qenë besimtar deri te Dejjalli, kur dalet Dejjalli mo të besoj, ha? Problemi se Dejjalli do ta sprovojë shumë. Nëse s'ka pas iman, madje edhe ata që kanë pas iman dobët mund të sprovojnë dalin komplet në kufër, si dënim për mëkatet e tyre. E ai që ka qenë qafir deri në kohën e Dejjallit, ai probleme ka më të kthehet besimtar, se Dejjalli do t'i sprovojë njerëzit me sprova të rënda. Vetëm ata që kanë besim pak më të fuqishëm do të mbrohen pra nga sprova e Dejjallit. Transmeton po ashtu Muslimi nga Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna awwalul ayati khurujan tulu shams min maghribiha." Thot prej shenjave të mëdha të kataklizmës është lindja e diellit nga perëndimi, prej të parave që do të dalin. Dhe thot prej tyre është edhe dalja wa khuruju dabati ala nasi duha, dhe dalja e kafshës para njerëzve në kohën e paraditës. Te ky hadith e përmend edhe kohën. Duha i thojnë kohën mes sabahut dhe drekës. Koha e paraditës. Për shembull, nëse tash dreka është në ora 1, sabahu në ora 4:30 pavarësisht, ose më herët thirr, varet prej vendit. Atëherë duhaja është prej pasi që lind dielli dhe ngritet pak në horizont e deri para se të hyjë koha e drekës. Këtë kjo kohë quhet paradit, apo duha në gjuhën arabe. Brenda kësaj kohe do të del kjo kafsh. Më thonë do të del në herët, gjatë ditës, e jo natën ose në mbrëmje. Pastaj thot dhe cila prej këtyre që ndodh, do më thonë ose lindja e diellit nga perëndimi ose dalja e kafshës, cila prej këtyre ndodh para, tjetra do të jetë më një herë.
më thonë janë shumë afër njëra tjetrës. Dhe pejgamberi alayhis salam po tregon se nuk dihet cila ndodh para, ose kjo ose ajo. Faktikisht nëse e shikojmë kështu logjikisht, do të themi se do të lind dielli nga perëndimi dhe pastaj pasi që kafsha do të del pasi që lind dielli, më thonë do të del kafsha. Mirë, po nuk ka asgjë që e pengon që njerë del kafsha e pastaj të nesërmen dale dielli nga perëndimi. Për këtë shkak nuk është e sigurt edhe s'është me rëndësi. Cila prej këtyre që ndodh, do të thonë shumë afër do ndodh edhe tjetra. Në hadithin që transmeton Imam Ahmedi nga Ebu Umame radiallahu anhu, përmendet puna që do ta bëj kjo kafsh. Më thonë çka është, për pse do të dalë kjo kafsh? Allahu subhanahu wa taala nuk bën diçka kot. E tash pse do të ndale kjo kafsh? Thot takhruju dabe, del kafsha, apo do të dale. Fatasimun nas ala kharatimihim, dhe do t'ju vendoj shenja njerëzve në hundet e tyre. Thumë ju gmerun, dhe do të shtohen njerëzit që do të kenë shenja në hund. Kjo sqarohet më vonë, do ta sqarojmë se me çka do t'i bëj këtë shenja. Qafirave do t'ju vnoj shenja në hund kjo kafsh. Allahu subhanahu wa taala para se t'i dënoj u sqaron se ta kuptojnë se çka kanë bërë, se çfarë gjendje të keqe kanë ra këta njerëz. Sa që do të del një kafshë e çuditshme e cila është nivel më të ulët se ata dhe do t'i nënçmojnë këtë formë qafirat. Do t'ju vendoj ka një shenjë në hundat e tyre që tregon se filan personi është qafir. Krejt njerëzit do ta dinë se kjo qafir, kjo qafir, kjo qafir. Thot sa që do të shtohen. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, njëri prej juve, prej besimtarëve, thot do të shkoj do të blej një kafsh. Apo halas së shkatru komplet bota. Afër është, mirë po halas e shkatru komplet. Thot do ta blej një kafsh, kur do të kthehet te familja vet, do t'i thos prej kujt e blejte kafshën? Apo thot prej njërit prej atinve mëkatarëve. Më thonë do të dallohet më e bardha prej të zezës. Transmeton nga Muslimi nga Ebu Hurajra radiallahu anhu të njëjtën gjë, dhe transmeton Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu një hadith pak më gjerësisht që e sqaron se si do të ndodh kjo gjë. Thot kur do të del kafsha, me veti do ta ketë asa Musa alayhis salam, do ta ketë shkopin e Musaut alayhis salam. Wa khatem Sulejman, dhe do ta ketë unazën e Sulejmanit alayhis salam, me veti kjo kafsh. Këto dy gjëra. E tash me unazën e Sulejmanit alayhis salam do t'ju vendoj shenjë qafirave në hund. Me unazën e Sulejmanit alayhis salam. Do të thonë do t'i bëj qafirat me shenjë në hund dhe nuk do të mund të shpëtojnë. Nuk do të mund të ikin. Pse Allah subhanahu wa taala e ka caktuar një gjë të tillë që të ndodh. Kurse me shkopin e Musaut alayhis salam do t'i ndriçoj fytyrat e besimtarëve. Kur do t'i prek me shkopin e Musaut alayhis salam, fytyrat e besimtarëve do të zbukurohen edhe më shumë, do të ndriçohen edhe më shumë, pra me dritën e imanit dhe të besimit. Derisa thot do të tubohen në një shtëpi për të hangër bukë njerëzit në sofër, dhe do t'i thonë njëri tjetrit o besimtar, ai t'i thosë se o qafir. Do të dihet më, kur do t'ulen sofër pronarët e shtëpisë, dhe banorët e shtëpisë, do t'a dinë tash ki besimtari ju bë këtë dritë fytyra, o ndriçua, Allah subhanahu wa taala ka shtu nurin fytyrën e tij. Qafiri ju ka nxi fytyra plus hundën e ka me shenjë. Edhe kjo, do të thonë, nuk duhet keq kuptohet nëse dikush e ka vrarë hundën ose diçka, kjo diçka tjetër. Më thonë është shenjë speciale, nuk është puna të shenjat që ne njohim, diçka që e nxin fytyrën e atij njeriu. Më thonë mos dvisin në çmim për ato që kanë ndonjë defekt në këtë organ të tyre. Nuk është kjo për qëllim, më thonë është diçka speciale. Sa që njerëzit pra do të ndahen, subhanallah, o besimtar o qafir, para mendo, e din se është qafir edhe se mbon kur gjë, Allahul mustan, Allahu na ruaj. E para mendo sa mirë do të ndjehet besimtari, tash kur këto gjëra më janë bërë qarta, duken qartë tek njerëzit dhe e dinë se secili çfarë gjendje është. Tash do të kalojmë te një pjesë tjetër e ligjëratës që ka të bëjë se çfarë lloj kafshë është kjo kafshë. Dietarët sidomos të tefsirit
shpesh herë kur vin të çështjet që Kurani ka lënë kështu të përgjithshme, hin detaje. Sidomos ata që kanë transmetuar transmetime prej ehlu kitabit më herët, apo që quhen izraeliate. Se pejgamberi alayhis salam na ka thonë, më thonë, la tukadhibuhum wa la tusaddikuhum. Në gjërat që nuk kundërshtohen me fen ton, as mos ju besoni, as mos i përgënjeshtroni. Sendet që janë kundërshtim me fen ton, dihet qartë, janë rena. Po ka do sende, për shembull, qeni që ka qenë me ashabul kefin, me pronarat, a ka qenë me këtë ngjyra, me atë ngjyra, ka qenë këtij lloj, nuk ka diçka që përgënjeshtron as që e vërteton. Për këtë shkak këto jesin kështu. E ngjashme është puna e kësaj kafshës. Kanë përmend dietarët, kanë hidhur me thon detaje, çfarë lloj kafshë është. Do t'i përmendim për dobi disa prej këtyre fjalëve, edhe pse asnjëra nuk është e fuqishme, domethënë nuk ka ndonjë bazë të fuqishme në të cilën bazohet. Mendimi i parë, që kushtimisht o pak më i sakt, mund të themi, pak më i fuqishëm në aspektin e atyre të cilët e kanë përkrahur edhe disa argumenteve që i kanë pas, është mendimi i Imam Kurtubiut. Do thonë mufesiri Imam Kurtubiu thotë, është për qëllim foshnja e deves së Salihut a.s. Devja e Salihut a.s. të cilin e therë populli i tij e pas ka pas një dvogël me veti kur ka dalë. Është mendim që përmendet në të historia e pejgamberëve. Dhe kur ja kanë vrarë nonën, do të thonë devën e cila ka dalë prej guri si mrekulli për atë popull, deveja e vogël Allah ja ka mundsuar që të ikë dhe të futet përsëri në gur. Ata që e përkrajnë këtë mendim thonë kështu. Nuk ka hadith që është i saktë 100%, përmendet në transmetime si fjalë, dhe thonë kjo është. Që ka hinë gur, do të dalë për ati guri dhe do t'ja mundsoj Allah që të folë dhe ta bëj këtë vepër e cila përmendet në hadithet e përgjithshme. Përmendet nga Tajalisiu një hadith, po ashtu e përmend Hakimin Mustedrek, i cili e përforcon këtë mendim. Mirë po, hadithi është i dobët. Sepse në zinxhirin e tij është një transmetues i cili nuk është i besueshëm. Do thonë transmetuesit që kanë transmetuar këtë hadith, njëri prej tyre nuk i pranohet transmetimi. Dhe kjo tregon atë saktësinë e dietarëve muslimanëve se sa hollësisht i kanë shikuar transmetimet, nuk kanë pranuar çdo fjalë, kujt i kujtohet transmetojë çka të doj. Për këtë shkak nuk është ndonjë argument i fuqishëm. Mendimi i dytë është se kjo kafsh është gjesaseja e cila përmendet në hadithin e Temim ad-Dari. Ndoshta kush ka qenë prezent ose ka dëgjuar ligjëratën e Dexhallit, e kena përmend një hadith të Temim ad-Darit. Sahabët e pejgamberit alayhis salam, do ta përmendim shkurtimisht, kanë dalë me një anije në det për tregti, do të thonë kanë shku Allah alem, nuk përmendet ku kanë shkojnë. Kryesorja e kanë humbur rrugën për shkak të stuhisë. E kanë humbur, do të thonë, orientimin se ka pas një stuhi e madhe, e cila i ka çuar të një ishull i panjohur. Sahabët, në krye të cilëve është Temim ad-Dari, i cili ja ka treguar këtë ndodhi pejgamberit alayhis salam. Këto sahabë kur kanë shkuar te ishull i panjohur e kanë pa një kafshë çuditshme në atë ishull, çuditshme, e cila ka qenë shumë leshatoke, ka pas shumë lesh. Sa që thot nuk dihej ku e ka kryen dhe ku e ka prapanicën e kafsh, për shkak se kish shumë lesh, ja mblonte edhe fytyrën edhe pjesën e prapme. Dhe kjo kafsh e kish një veçori se folte, përveç kësaj që edhe ajo kafsh, pra, dhe kjo është argument se Dexhalli është gjallë dhe ekziston. Kjo kafsh çka bënte, rinte afër një njeriu më të madh se zakonisht, i cili ishte i prangosur me zinxhir të hekurt. Kështu e përshkruan Temim ad-Dari këtë hadith. Dhe ky njeri i kishte veçoritë e Dexhallit. Më thonë që ato që i ka përmend pejgamberi alajhi për Dexhallin i kishte ky njeri. E tash kush dëshiron, më thonë, mund ta dëgjoj ligjëratën për Dexhallin për
Magjërsisht ajo që na intereson është se ky grup i dietarëve e kanë mendimin se kjo kafshë është ajo e cila do të del. Mirë po edhe ky mendim, edhe pse transmetimi është i saktë, mirë po argumentimi për këtë çështje është i dobët. Pse? Se Allahu subhanahu wa taala thotë do ta nxjerrim prej toke në kohën kur do të vijë dënimi, e para. E dyta, kjo kafshë ka tjetër punë. Puna e kësaj kafshë ka qenë të rritet Dexhallit, të kujdeset për Dexhallin i cili është i lidhur dhe t'ja transmetoj lajmet xhesase ose xhasus, në gjuhën arabe i thojnë spionit. Ati i cili spionon, më thonë mbledh lajme dhe ja tregon dikujt tjetër. Merr lajme prej këndej, i çon andej. Këtë punë e bonte kjo kafsha, i lidhte lajm me çka është ndodhur tokë dhe ja transmetonte Dexhallit. Për këtë shkak pra nuk është e saktë të themi se kjo është ajo e cila do të del para kiametit. Allahu alem. Mendimi i tretë që nuk bazohet në asnjë argument, nuk ceket kurrë për këtë mendim, përveç se ka një transmetim që nuk është shumë i fuqishëm se është mendimi i Ibn Abbasit, është se është një gjarpër. Gjarpër i cili do të del dhe do ta bëj këtë vepër. Mirë po s'ka argument për këtë mendim. Dhe mendimi i katërt është se është njeri. Se në gjuhën arabe dabbe ose hajuan në aspektin gjuhësor të përgjithshëm e përfshin çdo gjallësë. Më thonë çdo frymor që ne i themi ose çdo gjallësë e cila han, pin, shumohet dhe vdes. Në gjuhën arabe kësaj thojnë dabbe. Për këtë shkak këto dhe ky mendim dhe mendimi tjetër që do të përmendim është mendim edhe më ekstrem. Këto janë bashkohor, njerëz, më thon dietar bashkohor, të cilët të ndikuar nga materializmi, nga ateizmi, nga darwinizmi janë kthyer në atë aspektin e defanziv. Më thon çat që janë ndiku prej këtij realiteti sa që i kanë haruar mrekullitë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe i kanë haruar bazimin hadithet e pejgamberit alayhis salam. Dhe thonë njerë është. Mirë po ky argument është i dobët. Pse? Se sikur të ishte njerë nuk është prej shenjave të kiametit, apo? Nuk është prej shenjave të kiametit i cila del prej rregullave të natyrës. Nëse on njerë atëherë çka dallon prej njerëzve të tjerë? Çka dallon prej neve që kemi ekzistuar deri atëherë? A lindja e diellit nga perëndimi tham do të jetë diçka e çuditshme që do të dalë prej ligjeve të natyrës. Dhe subhanallahu këtu është interesant. Në kohën e sahabëve, nëse do t'i thoje dikujt se diçka e ngurtë do të flas, si është kompjuteri apo telefonat apo për sahabët do të ishte diçka për ta paramenduar se do ndodhë një gjë e tillë shumë larg mendjes për atë kohë. Mirë po sahabët ju kanë besu këtyre gjërave, kurse ne tash është diçka shumë e thjeshtë, e ngurtë, hekër, plastik, gjëra që janë ngurta, kur të bohen bashk flasin. Më thonë ka desht Allah subhanahu wa taala që prej kësaj ndëgjohet fjala ose prej gjërave të ngurta. E pse mos mund të ndodhe kjo prej një gjallëse të cilën e ka krijuar Allah subhanahu wa taala. Do të thonë ai që e shef me pak racionalizëm e shef se nuk është diçka e largët për fuqinë e Allahut të lartësuar. Mendimi i pestë është se është për qëllim mikrobet, subhanallahu, para mendo ku kanë shku. Ka thonë është për qëllim mikrobet. A kur ta shikojsh kjo është më larg prej si mundet pra mikrobet të folin ose që ti dallojnë njerëzit në këtë formë. Dhe mikrobet kanë ekzistuar deri tash, do të ekzistojnë dhe ne i shohim, nuk është diçka e çuditshme, domethënë ne dim ndikimin e tyre deri tash. Për këtë shkak na ngel që themi se do të del një kafshë e çuditshme, e jashtëzakonshme, mirë po çfarë lloj kafshë këtë nuk e dim, sepse Allah subhanahu wa taala nuk na ka treguar dhe nuk do të thonë se patjetër të jetë për shembull kal ose lop ose qen ose luan ose dhe një kafshë ne e njohim. Mund të jetë krejtësisht kafshë tjetër, lloj tjetër. Dhe sot e kësaj dite njerëzit zbulojnë lloje të reja të kafshëve në tokë, në det. Më thonë që nuk i kanë parë më herët. Me funksione të ndryshme, të çuditshme.
që deri më herët nuk i kanë parë të kafshët, në thellësi detit i gjejnë këto, po i gjejnë edhe në tokë, po i gjejnë edhe në botën mikroskopike, më thonë vazhdojnë zbulojnë grimca më të vogla se atomi që deri më herët kanë thonë atomi është më e vogla, pastaj duke zbulu i kanë pa edhe më të vogla. Njeriu është qenje e tillë që çdo herë i shtohet dituria. Andaj nuk është diçka që e kundërshton pra logjikën që tjetë një kafshë krejtësisht tjetër të cilën e krijon Allahu subhanahu wa taala në atë moment. Ahmed Shakiri rahimahullah thot ajeti është i qartë, hadithet janë qarta. Për këtë shkak duhet ta kuptojmë ashtu siç përmendet. Dhe nuk duhet që ta lodhim pra vetveten me komentimet e bidatxhive të mëvonshëm, të cilët janë ndikuar prej filozofisë dhe prej asaj që ju ka ardhur nga perëndimi, pra prej ideologjive perëndimore të cilët ju kanë ardhur në këtë kohë. Sa i përket vendit se ku do të del kjo kafsh, shumica e dietarëve thonë se është në Mekë, më thonë në Kabe, në Mesjidul Haram. Këtu është vendi ku do të del dhe pastaj do të shëtis në për tokë, do të shkojë në për vende të ndryshme të botës. Këtë mendime e fuqizon hadithi që e transmeton Taberaniu nga Hudhaifa ibn Usaidi radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: takhruju dabe min a'zamil masajid. Kafsha do të del prej xhamisë më të madhe. Xhamia më e madhe është në Kabe, dihet. Febejnema hum idh debet i lartë, febejnema hum kedhalik idh të sadet. Thot, duke ndejt besimtarët në atë vend, toka pak do të dridhet dhe do të ngritet kjo kafsh dhe do të del. Vepra e kësaj kafshe përmendëm, do me thonë të hadithi ku argumenton daljen e kësaj kafshe, se vepra e saj është që t'i kritikoj njerëzit, që t'jetë si nënçmim për njerëzit jo besimtar dhe që t'jetë si përgëzim për besimtarët, sepse do t'i dallojmë, kjo besimtar, kjo qafir, dhe do të dihen prej këtë botë se cili mbas shenjave do t'a di se ku e ka vendin tjetri dhe nuk do të mund që ta ndryshojnë këtë gjendje. Allahu na boft për atyre që do të vdesin si besimtar. Amin.